Skuadra jonë kombëtare do të zhvillojë sot në mbrëmje një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj. Kuqezinë do të përballen me Poloni në Varshavë duke nisur nga ora 20:45 në një takim ku synohet historia. Për herë të parë Shqipëria ka arritur në një tur të tillë të botrorit dhe për të shkruar historinë 11 lojtarët që do të luajnë nga minuta e parë dhe ata që do të aktivizohen nga stoli duhet që të bëjnë ndeshjen perfekte. Silvinho ka pasur 3 ditë në dispozicion për të përgatitur skuadrën dhe pritet që në takimin e sotëm të bëjë surpriza në formacion, sidomos në repartin e sulmit, aty ku mungesat janë më të mëdha. Kështu porta do t'i besohet sërish Tomas Trakoshës, i cili do të ketë para 4 mbrojtës. Në të maj do të luajë Mario Mitaj, ndërkohë që në të djathtë hapësirë do të ketë për Elsejt Hysain. Qendra mbrojtjes do t'i besohet sërish dyshes Berat Gjimshiti dhe Arlind Ajeti, ndërkohë që një nga mbrojtësit më në formë Artian Ismaili përfundon sërish jashtë. Në mesfusha Slani dhe Shehu janë titular të padiskutueshëm, ndërkohë që ka një balotazh mes Ramadanit dhe Laçit, me këtë të fundit më të favorizuar. Në të djathtë të sulmit do të jetë Myrto Uzuni, ndërsa në të maj do të jetë Arber Hoxha. Në qendër të sulmit pritet të jetë Bajrami si nënç falës. Megjithatë, gjatë ndeshjes mund të kalojë Bajrami në krah dhe në qendër të zhvendoset Uzuni.